Hello! Sot nga ardhë një pako që kam porosit prej Ikunes dhe kena me ba një hair care unboxing bashk. Okej. Kam shky pak pakon. Kam hap me dhunë. Nuk i dija kam shprej në herë në rrjetet e mia sociale, por jam shumë e fiksuar me produkte floksh. Me serums, me maska, me shampo, balsame të mira, kjo kërkoj shpesh, blej produkte të reja. First, shampoo dhe mask. Maska është repair mask dhe është me nimu me dëmtimet që mund kesh ty i stilu flokët për ditë. Këtë verë i kam dëmtu flokë shumë fakt prej pajisjeve të zeta ty i stilu për ditë se kena dalë 2-3 herë në ditë, kam pas takime pune, photoshoots dhe qa me ba. Kështu që tash do t'i reparojmë. Vështi marrë erë se erën e pas kanë shumë të mira. Next, kemi krahën. Kështu. Sa cute! I ka i ta short bristles edhe bristles ma të gjata. Ti bën flokë shumë smooth. Një mën mos me kenë frizzy, mos me tu pas i lesh. Dhe e fundit, me si kam prit në më ardhi kja, Ikun pjaster. Unë e di që kjo pjaster është e mirë, një nga shoqet e mia e kanë, e përdorin rregullisht dhe ja kam përdorur një ditë kur kam qenë në shtëpia e saj, edhe më ka pëlqyer shumë, kështu që I needed to have it. Dhe çto është mundesh me lviz temperaturën që mos më kenë shumë e lartë. Kjo është steam technology me sa di unë, po. Me zi po pres me I provu. Ka që kishë për sot. Bye!